Jam bashkë me Jerin, Altinin, Oltën. Mëngjes. Martë Blendi, por as pak nuk ka qenë as test për Samir Stratin, I cili ka fituar dhe rekordin Guinness. Në fund. Rekordin e 6. E 6, ne kemi pasur për ditë këtu. Po duke qenë se e dinim që s'mund ta fitonte, se morëm. Nuk na priti mendja që do të fitonte, unë kisha vënë bast me veten me njërin që ai do të shtonte në këtë rekord Guinness, por jo, sigurisht që bëjmë shaka. Po që e di çfarë, se ne kemi parë për ditë ndërsa ndërtohej kjo panoramë e madhe me kafe atje. Ka qenë 25 metra katror. 25 metra katror ishte. E pash që unë gjit dikush në një shkallë dhe I vuri 1 metër. Dje gjatë ceremonisë ishte live, po shikoja që jepte Top Music ishte live ceremoninë e dhënies së rekordit Guinness, po bravo I qoftë. Sot nuk e vura re, kur hyra atje, ndoshta nga që isha me nxitim në mëngjes, ishte apo si ishte? Në vajta Kastile, se Jo, e kanë hequr. Piktura kafeja është. Kafeja është Samirin, jo. Jo, Samiri nuk ishte. Samiri kanë hequr. I dhanë rekordin, po. Janë përdorur 1 milion kokra kafe. 1 milion. 1/3 gati. Wow. Ja aq njerëzimin e. Po të vendosësh gjithë njerëzit. Jo, 3 herë. Se aty ideja 1/3. Në fakt unë mendoj që e meritonte këtë rekord Guinness. Qofse e keni parasysh ne sa ka qenë? Ka qenë 2 javë, ndoshta çik më shumë se 2 javë. Çik më shumë, po. Edhe ai ka qenë çdo ditë këtu. Ne jemi dëshmitarë që e kemi parë, që s'kemi asnjë interes. Vërtet mirë, ëh. Shumë. Që në orët e para. Shumë në këto raste thuhet ka pasur durim derri. Shumë interesante. Ose jo e kanë hequr atë, nuk thuhet më ashtu. Thuhet durim Samir Strati. Okej. Në këto raste. Sepse nuk ka pse të mos bëhet pikë referencë për durimin. Po, e vërtet. Se tani durimi është një gjë. Se ai është artist me gjitha. Se ajo që del, se durimi mund të kem dhe unë të vëj 1 milion kokra kafe, po ti nuk do ta shikosh se çfarë do dali. Se të bën me nerva kur e shikon kështu se ç'do nxjerrun aty. Ajo është një panoramë shumë e bukur, edhe nga ana ka fantastike. Vizuale. Kështu që urime Samir Stratit, shumë që kujtove Altin sepse e kishim këtu çdo ditë për rreth 3 javë dhe e kemi dëshmuar se sa shumë mund edhe kjo nuk qenë nga kaq e lehtë. Se u bisedonin pak më parë këtu në klubin e mëngjesit gjatë këngës, në fakt. Sa lek. Se jo, po për rekordet Guinness. Po në përgjithësi. Se sa gjëra të çuditshme njerëzit bëjnë ndonjëherë për hyrë në Guinness. Un kam një sot, do t'i tregoj pak më vonë, një rekord Guinness për intervistën më të gjatë. Intervistën më të gjatë. Për intervistën më të gjatë. Wow. Që është bërë ndonjëherë. Po dëgjojmë pak më vonë. Ka pasur dikush nerva për ta bërë intervistën më të gjatë? Ka pasur. Do ta dëgjosh tani apo do ta dëgjosh pastaj? Më vonë. Nuk e di, më bëre kurështare tani. Okej, atëherë tani, ai që është gjithë sot, kaq ishte e gjitha. U thye rekordi Guinness për intervistën më të gjatë. Zbulove, ky është materiali që kam. Çiko, ka ndodhur në Australi, kjo është çfarë mund të them, ka ndodhur në Australi dhe kanë qenë në 2 miq që kanë kaluar rreth 24 orë fiks bashk, njëri me tjetrin. Ka ndodhur radio dhe si australianët këtu theu rekordin Guinness për intervistën më të gjatë në radio dhe në televizion. Ka marrë një shokun e vet që quhet Richard Glover, I cili punon për servisin publik të radios australiane në Sydney, ka intervistuar Peter Fitzsimmons 24 orë pandërprer. Pra ka qenë njëkohësisht dhe në radio dhe në ekran? Po. Wow. Kanë filluar në orën 10 të mëngjesit një herë në ditë dhe kanë përfunduar në orën 10 të mëngjesit ditën tjetër. Intervista ka qenë pa pushim sepse kështu e kanë dashur rregullat. Nuk kanë pasur pushime për të freskuar, ndoshta mund të kenë pasur ndonjë ndërprerje publicitare, ndoshta, as këtë jam I sigurt. Do të kenë pasur se 24 orë nuk kanë pushuar. Apo I kishin gjithë mjetet aty afër. Jo, që të kenë bërë gjysmë ore gjumë për shembull nuk bëhet fjalë. As që të kenë dalë çfarë gjë më sigurt unë. Ata para se të fillojnë intervistën do fillojnë po. Apo? Besoj 24 orë. Para vërtet e habishme të bësh një intervistë kaq të gjatë. Kanë biseduar për jetën e zotit Fitzsimmons. Interesimin dhe dashurinë e tij ndaj historisë. Se ideja është këtu. Atë që po mendoja ishte, okay, dakor, ti merr dhe ulesh, mund ta bësh veten rehat, mund gjesh ca karrige shumë të mira që mund kalosh 24 orë, e të mbështetesh etj, e të fillosh për çfarë do të flasësh 24 orë me një person. I bie që personi që ke përballë duhet të tregojë një pjesë të mirë të jetës vet. Po pra, do të jetë shumë, do të futesh në të gjitha gjërat e mundshme. 24 orë muhabet. Edhe e bukur është që në fakt heroi nuk do të jetë ky që e mori në intervistë. Do të jetë ai që ka treguar normal. Dhe për 24 vjet të ardhshme nuk e shef më këtë person që e mori në intervistë. Zakonisht edhe ndodh, për çfarë flasësh, nëse ke vënë re për shembull kur ka ndonjë muhabet që të pyet ndonjëri, thua ti mos filloj unë mund të flas gjithë natën. E di që e thon këtë, po mendoj se është vërtet. Mund të flas gjithë natën. Ideja është këtu që ata kanë përshtypjen janë organizuar mirë. Kanë
ata kanë nxjerr pyetjet përpara. Dhe kanë thënë, pasi kanë nxjerr gjithë pyetjet e mundshme, kanë thënë, "Ore, në këto 300 faqe, a kemi neve boll për të folur 24 orë, sikur ti marrim me radhë?" Ai ka thënë, "Mendoj se po. Nga një faqe po ta llogaris, thoshte për secilën faqe 5 minuta, po, më bëhet gjithnata." Mbaroj. Kështu që hajde ta bëjmë. Gjatë rrugës mund dalin edhe pyetje të reja që nuk i ke menduar. Ja, kam përshtypjen do di më. Pastaj vjen një pikë darkës që ti nuk i mban mend apo nuk arrin ti lexosh më pyetjet që ke shkruar. Ja, se shikoj se si funksionon. Mbasi ti ke dhënë një intervistë 24 orë me ti, nuk e takon atë për një vit pastaj. Ne nuk do të shohim më mes. Ça, unë thash për 24 vitet e ardhshme, nuk do të takoja më një njerëz të tillë. Wow, jeri që ekstreme. Po se jo. Do të rish 24 orë dhe ta kesh ditur me detaje, atëherë i bie që ti bësh një pauzë shumë gjatë që të marrësh vesh se çka ka ndodhur. Nuk bëhet kjo që thua ti jeni. Ndërkohë që Jeri ka një histori të shkurtër për na treguar që vjen nga Milwaukee i largët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndodh atje? Bëhet fjalë për një maçok me emrin Daniel, i cili është i veçantë nga maçokët e tjerë. I Thomasit. Është i Tomasosin. Danieli në fakt është me origjinë italiane, por që kur ka shkuar në Amerikë quhen Daniel. Ka qenë në Daniele më përpara, po. Dhe ka lindur me një deformim gjenetik ky maçok, sepse në vend që të ketë 18 gishta, nëse dy e quhenim gishta, ka 26 të tilla. Ndërkohë që na vjen një konfirmim nga maçoku Tomaso Italis, i cili thotë që nuk jemi të lidhur. Një gjak, nuk kemi asnjë. Një maçok me 18 gishta thotë kundërshtoj. Jo, ka 26 gishta. Po mirë, ky me 18 do kundërshtoj, 26 do kundërshtoj. 18 do kishte. Normalisht duhet kishte 18 gishta, por sa gishta ka macja një? Thuhet 18. 4 një shput. Ka 4 apo ka 5? 4 e din. Duhet se ka 5. 4 6. Ka dhe një në mes, ai mos quhet gishta një në mes? Apo është ai pëllëmb ajo? Ai mezit është ajo. Ka dhe një kështu, ka dhe një si puf. Ajo është thjesht për gjurmë. Është thjesht për gjurmë. Nuk dallohet që është. Atë ka 4 gishta. 4 gishta. Në çdo këmbë i bie që 16 gishta ka një mace. Që sa ke vënë? 16 gjithsej. Këtu thuhet 18, nuk e di pse. 2 plus. 2 plus. Urdhra. Ka pasur ndonjëherë të çerra macesh? Po, s'është se i kam numëruar. Zakonisht Altin unë nga që kam shumë i shkafët vet, kur më çerrin me 2 gishta. Po arrin ndonjë që ngulin që të katërta. E kuptoj. Ashtu bësh për çepi valla, kish 4 copsh. Dhe çfarë ka ndodhur me maçokun Daniel, i cili ka 26 gishta? Edhe pse këtu thuhet që normalisht duhet kishte 18, ndoshta mund të ketë 16, nuk e di të saktë, por e veçanta e këtij maçoku ndodhet në një qendër për mbrojtjen e kafshëve në Milwaukee dhe asnjë njeri nuk ka dashur që ta adoptojë këtë lloj maçoku. Dhe e kanë lënë në mëshirë fatit aty vetëm sepse ka një deformim të tillë gjenetik. Po kush ja shikon gishtat e maçoka? Kush i numëron? Nuk e di, ja pas ka njerëz që janë fiksuar në këtë pjesë. Gjuna. Dhe çfarë ka ndodhur që qendra për mbrojtjen e kafshëve kohët e fundit është prekur nga kriza ekonomike dhe kanë menduar që ndoshta mund të mbyllet kjo si qendër, por njerëzit duke parë gjendjen e maçokut Daniel dhe shumë kafshëve të tjera kanë vendosur të mbledhin së bashku një lloj fondi që ta mbajnë ende në jetë këtë lloj qendre dhe ja kanë arritur. Interesante. Tashmë nuk rrezikon asnjë gjë maçoku Daniel. Shikon që jeta e maçoku mund të jetë e vështirë për numër gishtash. Që numërojmë. Gjuna. Sa keq. E kanë në mëshirë të fatit. Ka njerëz që thonë të rrezik të flasin për gishtat e maçokut. Ky filloi të këndoj këngën. O merr më flad. E si një gjethe lëshon më t'i larg. Është koha tani të flasim për çfarë duan femrat në një farë mënyre, sepse është kam një artikull përpara i cili flet për femrat dhe se si ato admirojnë meshkujt të cilët u ngjajnë atyre. Në mënyrë të heshtur. U ngjajnë femrave. Zakonisht bën sikur s'duan asgjë. Që do të thotë vërtet. Mashkulli ka një bukuri në thonjza femërore. Po. Meshkujt, çfarë thua? Meshkujt të cilët janë të dukshme linjat femërore të fytyrës janë më të suksesshëm në dashuri sepse janë më të rrejtës për femrat në raport me tipat mashkullor. Thuhet në këtë artikull që kam unë përpara këtu, po. Wow. Femrat duan meshkujt që shfaqin tipare të bukura në fytyrën e tyre që mund të interpretohen si femërore. Femërore, bukuri femërore. Jeri që rrudh buzët me këtë artikull. Me këtë studim të fundit sepse i rrudh buzët sepse nuk më pëlqen, domethënë meshkujt me bukuri femërore. Bravo Jeri, meshkujt. Me bukuri mashkullore. Tani që të krahasojmë dy tipa, njërin me bukuri femërore dhe tjetrin me bukuri mashkullore, duhet që të zgjedhim dy personazhe, po themi Leonardo DiCaprio është me bukuri femërore, sepse ishte edhe në artikull unë e pash që ishte edhe fotografia e ishte përdorur si ilustrim për këtë, kështu që ai që e ka postuar atje i ka vënë mendje. Jason Statham, i cili është me bukuri mashkullore.
Jo, do thosha Kont Dracula ose Frankenstein që është më Frankenstein, interesant. Ato vetulla të mëdha, me atë ballin e madh dhe ke parasysh Okej, të qertë, po lejo. nofulla, të mëdha burrore. Tash ieri Rudi Buzët po deshe, po ti shkon me Frankensteinin. E vërtet është më mashkull se sa Leo DiCaprio, pak në paraqitje. Edhe më i preferuar për ty. Vërtet? Ja, unë do bëja krahasime normale. Do të thonë Leonardo DiCaprio do të thonë Johnny Depp. Johnny Depp është pa aq femër sa ja, nuk është nga linjat femërore. Ja, nuk është femër. Këta nuk janë, okay, se mos ka bukuri, jo pra, nëse po them edhe unë jo nuk është femër, nuk ka bukuri femërore. Këta janë ndjem si gjithë të tjerët, janë ndjem meshkuj, nuk janë me. E kuptoj. Atëre thjesht paraqitja e tyre jashtme, le të themi, ka të jep ndjesinë e bukurisë femërore. Shikoj se unë kam një listë me disa emra të njerëzve që plotësojnë këto kritere. Ne do ta habitesh. Sipas ekspertëve amerikanë, femrat I preferojnë meshkujt me formë femërore të fytyrës dhe me ngjyrë fytyrës, më falni, edhe me ngjyrë pak më të errët të lëkurës, pra pak të nxirr, si thua, ose ndoshta edhe mesmer, nuk e di. Nga ana tjetër, meshkujve u pëlqejnë femrat të cilat kanë linja tipike femërore të fytyrës, buzë të trasha dhe sy të mëdhenj. Angelina Jolie është tipike e syve të mëdhenj në krahasim me masinë e fytyrës dhe të buzëve të trasha. Edhe unë mendoj që Angelina Jolie është e pëlqyer në shumicën e rasteve. Psikologët thonë se çështja e tërheqjes është shumë më e komplikuar se sa është menduar në të kaluarën, edhe pse meshkujt dhe femrat në duke janë të zakonshme, femërore dhe maskullore respektivisht konsiderohen joshës, megjithatë janë të rrallë ata nga ky grup që mund të përfshihen në listën e më tërheqësve. Morë vesh? Edhe pse meshkujt dhe femrat në duke të zakonshme, pra ata që janë femra femërore dhe ato që janë meshkuj maskullor, me bukuri maskullore, ata mund të konsiderohen joshës, por nuk përfshihen në listën e njerëzve më tërheqës. Kur bëhet një listë dhe pyeten, okay, cilët aktor ti preferon? Edhe shikohet që lista përbëhet nga aktor, po themi, ose personazhe të cilët kanë linja femërore të fytyrës. Kur nuk shtrohet si çështje, por kur të bëhet një si thua lloj pyetësori, le të themi. Pyetësori kur ti nuk je e përgatitur që ti përgjigjesh kësaj pyetje, zgjedh më tepër këtë lloj. Edhe shikon se cilët janë disa nga emrat që përmend. Leonardo DiCaprio. Po është njëri prej tyre. Po, këtë e tham. Orlando Bloom, gjithashtu. Aktor nga Piratët e Karajibëve. Ky është komplet si femër. David Beckham. Edhe David Beckham. David Beckham ka bukuri femërore thon këta. Steven Tyler. Aerosmith, unë do të pranoja që okay, ka femërore, po ku e ka? Jo, ky ka një shëmti femërore, vazhdojmë. Shumë e vërtetë. Nuk do bënte pjesë në këtë listë mendoj unë. Tom Brady, që mbajti djalë bukurosh, kapiteni I skuadrës patriotëve në futboll amerikan, David Bowie. Po. David Bowie, Mick Jagger. Mick Jagger gjithashtu? Mick Jagger, Jude Law. Ç'ke për thënë? Po Mick Jagger nuk do të thotë ta diem, I quhen Mick Jagger nuk e fut tani që është 70 vjeç as grad, nuk futet mos I gra kur është 70 vjeç. Jo, nuk ka lidhje se edhe kur ka qenë më I ri. Shikoj Angelina Jolie kur bëhet 70 vjeç e tij dhe hajde më fal mua, po megjithëse tani me këto botoxet e me këto edhe mund të hedhi. Më rrezë që është tani. Gjithsesi, shikoj Madonna. Por më rrezë kur. E di çfarë më kujtuar tani? Ka filluar ta humbat. Në lidhje me Leonardo DiCaprio ka qenë një film Cowboysash ku luante Leonardo DiCaprio dhe Sharon Stone. Po ka qenë 18 vjeç. Dhe duken të dy sikur janë ka qenë shumë I vogël. Shumë I vogël. Dhe aty Leonardo DiCaprio. Okej, Leonardo DiCaprio është bërë mashkull. Është një fytyrë bebe. Po pra. Kështu quhen këta njerëz. Është një fytyrë bebe. Gjithmonë, jo, ai sepse ai është goxha, po shkon 40 vjeç. 40, po akoma 25. Jo. Po mi fytyrë bebe. Vitet kaloi daltini. Por që ai gjithmonë është dukur më I vogël, më I ri se sa ka qenë gjithmonë. Megjithatë një aktor absolut. Mua më është ngrohur ngadalë si ton Leonardo DiCaprio. Nuk kam pasur qef më përpara, por që tani e vlerësoj si një aktor të shkëlqyer dhe është kënaqësi të shikosh filmat e vet, sikur zgjedhë filma të mirë. Këto tematikat. Nëse kjo ishte, femrat duan meshkuj me bukuri femërore, pik mbaroi, Jeri Rudi Buzët vazhdo ti. Nëse të paktën meshkuj me bukuri maskullore, kështu që Jeri dhe Frankenstein I saj. Okej, dakor. Kam hedhur syt nga vendi dhe kam qëndruar në nuk e di, gjithë Shqipërinë. Okej. Në gjithë Shqipërinë. Po. Kjo na bëhet fjalë të gjithëve. Na prek numri I përdoruesve të drogës është rritur dhe ka vajtur deri në 600.000 përdorues. Aty ku s'mban jo. Më të vegjëlit thotë janë 14 vjeç, por unë di akoma më të vegjël se kaq. Në Shqipëri 600.000. Po, 600.000. Wow. Zakonisht lëndët që përdoren janë kanabis, heroin, kokain. Do thot 20% e popullsisë, ndoshta. Po, gati 20% e popullsisë. Wow. Thot drejtori I ministrisë I përgjithshëm I politikave të Ministrisë së Shëndetësisë, se them dot të I droguar prandaj.
Falni, keni problem të thënë njerëz se po ju push emisionin pa. Okej, dakor. Drejtori i përgjithshëm i politikave shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë. Bravo. Faleminderit, e ka pëllum Pipero. Po. Thotë lëndët që përdoren janë kanabis, gjë që paraqitet problematike në shkollat e mesme, vetëm ata të shkollave të mesme përdorin. Heroina, e cila përdoret me tymosje, injektim, e përzier, shkëmbim shiringash në universitete. Me shumë injektim në universitete dhe kokaina te ata që janë 30 e lartë. Biznes. Gjithashtu ka dhe kombinime tjera siç janë diazepam, alkool dhe ketamin. Oh, ketamin e di që është një drogë për kalin, më duket. Për kalin, po qetësues. Po ti çfarë bën ajo? Qetësues një kal. Po mor atë. Ndihesh si një kal i qet. Ka diçka, domethënë është optimizme situata, optimiste sepse rreth 65% e këtyre përdoruesve përdorin kanabis sativa. Kjo është optimiste. Për mua. Për ty. Se të paktën është një drogë që deri diku mund të shkojë me djegje truri, por më pak e dëmshme se heroina dhe kokaina. Pakën kuajt e hanë lirisht ato dhe vetëm sa shëndoshen. Okej. Doja t'ju tregoj për një sondazh që është bërë në Britaninë e Madhe me rastin e fundvitit, që janë festat. Njerëzit kanë një problem kryesor për dhuratat që do të bëjnë. Për ngrohje. Për dhuratat që do të bëjnë. E kanë marrë nga tema e rëndësishme. Çështja ekonomike tashmë ka vështirësitë e veta dhe gjithë njerëzit po vrasin trurin se sa duhet të shpenzojnë, a do ja dalin dot të shpenzojnë apo jo. Brit. Dhe sipas një sondazhi të organizuar në Britaninë e Madhe, rezulton që 1 në 3 persona do të marrin borxh për të bërë dhuratat e këtij fundviti. Ndërsa 1 në 2 persona do të bëjnë atë që do bënte ieri. Do i bëj gjërat vetë pra si tip kartolinë. Do i sajonte. Mirë. Do i sajonte. Tashmë në Britaninë e Madhe është ndërmarrë një nisëm për sensibilizimin e njerëzve, të cilët nuk duhet të stresohen për këtë problem, pra për çështjen e dhuratave për festa, por të zgjidhin duke bërë dhurata më të vogla dhe me çmime ndoshta më të arsyeshme. Pavarësisht se ka dalë një spot publicitar në Britaninë e Madhe ku thuhet që ju nuk jeni prindër të mirë nëse nuk i blini fëmijëve të gjitha sendet e shtrenjta. Dhe për këtë arsye, zgjidhja vetme që kanë gjetur prindërit është të marrin para borxh për të bërë dhurata për fëmijët e tyre. Sa gjuna o Zoti i Madh. Në Britaninë e Madhe po futen në borxhe vetëm për të bërë dhurata të shtrenjta për fëmijët. Po shesin shkrepse kalamajt në rrugët e Britanisë së Madhe, Altin, dhe ngrohen me shkrepse. Lajn xhamat e makinave. Kohë që kalojnë kështu nëpër trotuar. Jo, ku kalon si gjendje të fikti, e ke parasysh? Po. Edhe halucinacione. Se u bëm halucinacione teksa ty mos. Ti mos e shkrepse të tyre. Po flasim për shitjen e vogël të shkrepse. Marrin këta të Britanisë do të thotë që edhe në Britani pra ka krizë. Ka krizë ekonomike. Ka vajtur skamja. Dëgjon çik këtë të fundit, Sensai është këtë lajm e kam nxjerrë nga www.clubfm.net. Është faqja zyrtare e Club FM-it ku mes të tjerash gjen edhe shumë lajme interesante. Edhe ka lajme nga lajmet, ato që janë aktualiteti i ditës, nga sporti, nga high-techu, nga shëndetësia, tek lajmet vitale etj. Unë ju rekomandoj që përveç se mund dëgjoni radion në clubfm.net, mundet gjithashtu edhe të gjeni lajme të freskëta të momentit që edhe gazetarët tani vendosën. Mund gjeni pra lajme të freskëta të zgarës ose në hell. Me pak piper, me krip, tash ç'të them unë ty. Në mëngjes ka paçe në clubfm.net. Po. Shiko, Sensai, dëgjoni sa interesante që është kjo. Nëse edhe ekrani me prekje e telefonit tuaj ju ka mërzitur, tashmë ka një zgjidhje origjinale për ta komanduar telefonin me sy. Me sy? Pa e prekur fare. Wow. E merr ti telefonin, e shikon, edhe thua kjo të shkruaj aty. Po. Wow. Po. Shumë e bukur. Janë duke përdorur, shiko, është Sensai, është një formë e re software-i dhe është akoma në testime sipër tek përdoruesit e pajisjeve Android dhe më pas do të vendoset tek telefonët. Thotë, ajo përdor kamerën dhe diodat LED, elementët gjysmëpërçues që emitojnë dritë me infra të kuqe për emetimin e lëvizjes me sy. Software-i mundson edhe futjen e shenjave të pinit, për shembull. Na kupton, për shembull ka një tastier të numrave. Ti shikon për shembull 1 3 1 3. Wow. Kjo është e mrekullueshme. Më duket sa po duket pinin tim. Me sa duket e dimi. Ja. Mund ta ndrosh. Ja, pra jo, është 1 3. Se ndrosh me lekë më duket. Për ta ndruar. Nuk është i bankës. Nëse bëj shaka. Jo, nuk. Okej. Bëj shaka. Po bra. Po thoja, po ecën ka avancuar goxha teknologjia, ha? Ka ecur do shkojmë para drejt aty ku do kapin gjërat me dorë. Mund të cilat? Kështu, nga ato, e ke parasysh për plastu. Ajo që është shumë bukur, kjo. Si kështu si dirigjent, na le pa fjalë.
Software-i mundson edhe futjen e shenjave të piksimit, gjithashtu mundet edhe të merrni një tekst, për shembull, ta bëni copy paste në sy. Dhe lojra të thjeshta. Copy paste edhe tekst. Copy paste me sy. E shikon këtë pjesën këtu për shembull, thotë Puss in the Boots, është titulli i filmit që do të shikojmë të premten orën 18 e selektohet një. E selekton atë dhe e merr dhe e zhvendos vë sipër. Wow. Me sy. E gjitha me sy. Nuk përdoret më as lër me kishte. Është ellatash. Ato me touch screen ato janë gjëra të vjetra. Ti duhet i prekësh me dorë. Ku ka me dorë? E kupton ç'bëhet? Shumë e bukur.